Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas një deklarate publikuar nga autoritetet iraniane lidhur me protestat kundër projektit turistik në zonën e Zvërnecit, duke akuzuar regjimin e Teheranit për ndërhyrje në debatin publik në Shqipëri. Në profilin e tij në X, Kryeministri Rama shkruan se ja edhe qeveria ajtollahëve të Teheranit i bashkohet zyrtarisht protestës, madje edhe me parullat në Shqip, njësoj si ata që e kthyen nga protestë mjedisore në protestë për rrëzimin e qeverisë. Bashkangjitur replika ime edhe në emrin e atyre protestuesve që janë akoma aty për të mbrojtur natyrën, jo për ta bërë Shqipërinë shesh për përsheshet dhe fuqive lloj-lloj, nga mesjetarët iranian që duan të djegur këtë oazë shembullor të tolerancës ndërfetare të marrëdhënieve të shkëlqyera qoftë me Izraelin, qoftë me vendet arabe apo Turqinë, tek grupime lloj-lloj e media ndërkombëtare bashkë me lloj-lloj individësh nga lloj-lloj vendesh që dufin me Trumpin po e nxjerrin këto ditë duke i përmbytur rrjetet sociale me lloj-lloj gjysmë të vërtetash, të cilat fryen duke u bërë gënjeshtrat më të mëdha. Shqipëria është shumë e vogël, thot kryeministri, për të rënë në këtë kurth të madh, nga ku rrezikojmë të kthehemi me këmbët tona në pikën që të mos afrohet më as investitori huaj, ndërsa turizmi të mbetet shumë mbrapa krahasimisht me konkurrentët tanë, duke na dënuar me qëndrimin në kategorinë e dytë për kush e di se sa vjet të tjera. Replika osa e turpshme nga ju. Gjithsesi, faleminderit për shqetësimin tuaj ndaj inteligjencës së popullit shqiptar. Do të ishte shumë më bindse nëse do të vinte nga përfaqësues të një regjimi që nuk i godet vazhdimisht qytetarët e vet me censur, intimidim, ndërprerje të internetit dhe shtypje të mendimit ndryshe. Sa i përket sovranitetit, Shqipëria nuk merr leksione për sovranitetin nga një qeveri, operativët e së cilës u kapën duke kryer sulme kibernetike ndaj shërbimeve dhe institucioneve publike shqiptare, gjë që çoi në ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Iranit, shkruan ndër të tjera kryeministri në reagim. Ju citoni protestues shqiptar që brorasin në rrugë. Shumë mirë. Kjo quhet demokraci. Në Shqipëri njerëzit janë të lirë të protestojnë kundër qeverisë së tyre, të kritikojnë kryeministrin, të kërkojnë drejtësi dhe zgjedhje pa pasur frikë nga burgosja. A mund të thuhet e njëjta gjë për njerëzit në emër të të cilëve pretendoni se flisni? Dhe është veçanërisht domethënë se që papritur keni zbuluar një shqetësim kaq të madh për protestuesit në Tiranë. Ndërkohë që gjaku i 10 mijë njerëzve tuaj rëndon mbi ndërgjegjen e regjimit tuaj, ndërsa të panumërt vazhdojnë të vuajnë persekutim, represion dhe burgosje, ndërsa 10 milion mbeten të bllokuar në kushte që i përkasin më shumë mesjetës se sa shekullit të 21. Reagimi i kryeministrit vazhdon duke deklaruar se populli shqiptar është vërtet mjaftueshëm inteligjent për të dalluar të vërtetën nga gënjeshtra. Pikërisht për këtë arsye ai ditë të bëj dallimin mes një debati demokratik dhe propagandës. Programet tuaja të automatizuara, profilet e rreme dhe videot e manipuluara mund të shtojnë konfuzionit të përgjithshëm digital helmin e regjimit tuaj plot urrëtie, por nuk do të arrin askund sepse pavarësisht dallimeve që mund të kemi mes nesh si shqiptar, ne jemi të gjithë të qartë dhe të bashkuar në bindjen se çdo lloj regjimi që e mban popullin e vet në errësirë dhe varfëri është armik i mënyrës sonë jetesës, i maskuar si shqetësim, dhe juaj është më i keqi nga të gjithë. Një shtet terrorist sipas vetë përkufizimit, përfundon reagimin kryeministri Edi Rama në rrjetin social X.